Mirëmëngjesit dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 7 shkurt dhe ne si çdo ditë do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Në këtë ditë të 7 shkurtit, bota ka qenë dëshmitare e ngjarjeve të mëdha historike. Ishte viti 1497, kur ndjekësit e predikuesit Girolamo Savonarola ndesën zjarrin e famshëm në Firenze, duke shkatruar objekte të luksit, piktura dhe libra që ai konsideronte si të pamoralshme. Ky moment, i njohur si Bonfire of the Vanities, mbetet një nga episodet më të famshme të luftës kundër dekadencës në historinë europiane. Shekuj më vonë, në vitin 1795, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ratifikuan amendamentin e 11 të Kushtetutës, një ndryshim i rëndësishëm që kufizoi fuqinë e gjykatave federale. Në vitin 1962, SBA-ja vendosi një embargo të plotë tregtare ndaj Kubës, e cila vazhdon të jetë një çështje e rëndësishme në marrëdhëniet ndërkombëtare edhe sot. Në një tjetër 7 shkurt, por në vitin 1992 u hodh një hap historik për Europën. Traktati i Maastrichtit u nënshkrua, duke themeluar zyrtarisht Bashkimin Evropian, një nga bloqet më të mëdha ekonomike dhe politike në botë. Ndërsa në vitin 2016, Korea e Veriut kryendi një test të ri raketor, duke nxitur tensione globale dhe duke tërhequr reagime të forta nga komuniteti ndërkombëtar. Ky është një sinjal tjetër për destabilizimin e rajonit dhe rritjen e garës së armëve. 7 shkurti është dita 38 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 327 ditë. Ngjarje. 457. Leo i parë u bë perandor bizantin. 1807. Napoleon Bonaparte filloi luftën kundër Rusisë dhe Prusisë në Poloni. 1898. Émile Zola u nxorr në gjyq për veprën e tij J'accuse. 1914. Filmi i parë i aktorit anglez Charlie Chaplin, ku luan si dhe Trump, Kit Autores at Venice, u paraqit në Keystone Studios. 1974. Grenada u pavarësua nga Britania e Madhe. 1979. Plutoni hyri në orbitën e Neptunit, për herë të parë që nga koha që këto dy planete njihen në shkencë. 1992. U nënshkrua marrëveshja e Maastrichtit, e cila çoi në krijimin e Bashkimit Evropian. Por 7 shkurti nuk ishte vetëm një ditë ngjarjesh të rëndësishme, por edhe një ditë kur lindën figura të shuara. Në vitin 1478 erdhi në jetë Thomas More, filozofi dhe shkrimtari anglez i njohur për veprën e tij Utopia dhe për rolin e tij në oborrin e mbretit të Henrit të Shtatë. Në vitin 1812, në botën e letrave do të vinte Charles Dickens, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë angleze, autori veprave si Oliver Twist, që me mjeshtëri solli realitetin social të kohës së tij. Një tjetër cep të botës, në vitin 1867, lindi Laura Ingalls Wilder, shkrimtarja amerikane që solli tek lexuesit e rinj historinë e pionerëve në Amerikë përmes serisë së librave të saj. Në skenën e artit, në vitin 1960, u lind aktori amerikan James Spader, i njohur për interpretimet e tij unike në filma dhe seriale si Boston Legal. Dhe në vitin 1978, bota e kinemas mirëpriti Ashton Kutcher, aktorin dhe producentin amerikan e njohur për rolet e tij në komeditë dhe angazhimin e tij në sipërmarrje teknologjike. Lindje. 1478. Lindi Thomas Morus, filozof, shkrimtar dhe politikan anglez. 1812. Lindi Charles Dickens, shkrimtar anglez. 1834. Lindi Dimitri Mendeleev, kimist rus. 1901. Lindi Aden Dollard, shkrimtar hollandez. 1920. Lindi Qerim Haxhiu, aktivist i shquar për çështjen kombëtare shqiptare. 1953. Lindi Hasia Boric, aktore dhe regjizore bosnjake. 1954. Lindi Dieter Bohlen, muzikant dhe producent gjerman. 1965. Lindi Chris Rock, aktor dhe komedian amerikan. 1978. Lindi Ashton Kutcher, aktor amerikan.
Por kjo ditë ka shënuar dhe lam të mira të mëdha. Në vitin 1573, u nda nga jeta George Tours, një peshkop dhe historian i njohur për veprën e tij mbi historinë e frankëve. Në vitin 1837 mbylli syt ish mbreti suedis Gustavi IV Adolf, i cili humbi fronin pas një grushti shteti. Në vitin 1894 bota humbi Adolf Sax, shpiksin bel që i dhuroi botës saksofonin, një instrument që do të zhvillonte muzikën moderne. Në vitin 1999, bota arabe humbi një figurë të rëndësishme, mbretin Hussein të Jordanisë, një lider që për gati 5 dekada punoi për stabilitetin dhe paqen në lindjen e nesme. Së fundmi, në vitin 2019, u nda nga jeta Albert Finney, aktori britanik që dha jetë roleve të paharrueshme në filma si Erin Brockovich dhe Skyfall. Vdekje 2006. Vdik Ibrahim Kodra, piktor shqiptar. 1999. Vdik mbreti Hussein, mbreti i Jordanisë. Tani ju që të ndiqni rubrikën Ne të shëndeti. Të asaj beri ose Manafera Takai, të cilat e kanë origjinën e tyre në Amazon dhe në Brazil. Pamja. Ky është një frut i vogël i rrumbullakut në ngjyrë vjollc e të zezë. Vlerat ushqyese. Asaj beri ose Manafera Takai kanë një cilësi të mahnitshme antioksiduese. Janë shumë të pasura me antioksidant si vitamin C dhe polifenole. Gjithashtu kanë një sasi të mjaftueshme të hekurit, kalciumit, vitaminës A dhe aminoacideve. Acidi yndyror ndihmon në lëvizjen dhe përthithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë si vitamina A, D, E dhe K. Asaj ka vlera të larta kalorike dhe yndyrna në krahasim me manafera dhe frutat e tjera. Ai është shumë i pasur me yndyrna të shëndetshme omega. Gati 50% e këtyre frutave janë të pasura me yndyrna të shëndetshme si omega 3, omega 6 dhe omega 9. 19 aminoacide të ndryshme janë identifikuar në këto fruta, të cilat janë një burim i shkëlqyer i steroleve bimore. 3 sterolet bimore të pranishme në acai janë B-sitosterol, kampesterol dhe sigmasterol. Fotosterolet kanë përfitime të shumta shëndetësore për ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe funksionit të tretjes. Përveç kësaj, kaliumi, kalciumi, magnezi, bakri dhe zinku gjenden në të gjitha frutat. Përfitimet shëndetësore. Antioksidant të nivelit të lartë të asaj promovojnë shëndetin e përgjithshëm të trupit dhe luftojnë radikalet e lira. Rrisin energjinë, ndihmojnë për të shtuar shkëlqim lëkurës, forcojnë sistemin imunitar dhe sigurojnë energji dhe qëndrueshmëri më të madhe. Ofron mbështetje antialergjike, promovon qarkullim më të mirë dhe ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut, ndihmon në parandalimin dhe trajtimin e Alzheimerit dhe arteriosklerozës. Palma acai rritet gjithashtu në pyje tropikale të Amerikës së Jugut. Është përdorur si suplement për humbje peshe. Ajo përmban shumë substanca të omegas, të cilat ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të niveleve të presionit të gjakut. Gjithashtu, ai përmban një përqindje të ulët të sheqerit. Manaferat acai përmbajnë nivele të larta të aminoacideve esenciale, përmbajnë fibra, sterole bimore dhe antioksidant. Antioksidantët janë një nga mënyrat më të mira për të ulur shanset për të prekur nga kanceri dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër më të mirë për t'i marrë ato se sa përmes lëngut të këtij fruti. Përqindja e acideve yndyrore të asaj duket si vaj ulliri për të cilin shumë ekspert besojnë se mund të jetë elementi kontribues për shfaqjen e ulët të problemeve të zemrës. Fibrat dhe acidet yndyrore omega janë 2 nga pikat më të përdorura në parandalimin e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës, pasi ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe niveleve të kolesterolit. Ai ka një efekt antiplakje dhe është një kombinim i mirë i nivelit të antocianinit dhe përmbajtjes së fortë të vitaminës
Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për një yll që ndrinte pa nevojë në Hollywoodit, pikërisht për Albert Finney, një qytet i vogël industrial në Angli me sogjaqeve që nxirrin tyll dhe rrugicave të ngushta. Në 9 maj 1936 erdhi në jetë një djalosh që do të bëhej një nga aktorët më të shquar të shekullit të 20. Albert Finney, i lidur në Salford, ai nuk ishte i biri në një familje artistësh apo aristokratësh, jati punonte si një agent sigurimesh dhe ëma ishte një grua e thjeshtë shtëpiake, por që herët brenda Albertit lindi një zjarr, ai i aktrimit. Fëmijërinë e tij e kaloi mes lërave dhe ëndrrave për të bërë dikush më i madh se jeta. Kur hyri në moshën e adoleshencës, vendosi të ndiqte pasionin e tij dhe u regjistrua në Royal Academy, një nga shkollat më prestigjioze të aktrimit në Britani. Ishte një kohë kur skena britanike po shihte një brez të ri aktorësh dhe Albert Finney me karizmën e tij të veçantë ishte një nga ta. Karriera e tij nisi në teatrin britanik, ku talenti i tij natyral e bëri shpejt një yll në ngritje, por ishte viti 1960 ai që do ta kthente Finney në një figurë të rëndësishme të kinemas. Filmi Saturday Night and Sunday Morning, ku ai luajti një punëtor të klasës punëtore me një shpirt rebel, bëri buj dhe e shndroi atë në ikonën e re të kinemas britanike. Me zërin e tij të fortë dhe interpretimin natyral, ai sfidoi imazhin klasik të aktorëve të epokës. Pastaj erdhi Tom Jones në vitin 1963, filmi që e shpërtheu drejt famës ndërkombëtare. Me këtë rol ai jo vetëm që fitoi zemrat e publikut, por u nominua për Oscarin e tij të parë. Dukej se Finney kishte të gjithë botën në duart e tij, por ndryshe nga shumë aktorë të tjerë, ai nuk u zhyt në magjinë e Hollywoodit. Në vend që të transferohej në Los Angeles dhe të bëhej pjesë e sistemit të studios, ai zgjodhi të qëndronte në Britani dhe të zgjidhte rolet me kujdes, duke preferuar cilësinë mbi famën. Në vitet që pasuan, Finney provoi veten në role të ndryshme, nga dramat e thella te komeditë e hodha. Por ndryshe nga shumica e aktorëve që po ndiqnin çmimet dhe lavdin, ai nuk e fshiu asnjëherë faktin se nuk i interesonte shumë të fitonte. Nuk kam nevojë për çmime për ta ditur se jam i mirë, thoshte ai shpesh në humorin e tij tipik britanik. Vitet 80 dhe 90 e ban Finney të eksploronte një gamë të gjerë rolesh. Ai portretizoi një Winston Churchill të jashtëzakonshëm në filmin televiziv The Gathering Storm në vitin 2002, duke fituar një Emmy. Në vitin 2000, ai mori një tjetër nominim për Oscar me rolin e tij si avokatit cinik në Erin Brockovich, ku luajti përballë Julia Roberts. Në jetën e tij private, Finney u martua disa herë, por gjithmonë mbeti një njeri modest, i përkushtuar ndaj punës së tij dhe pasionit për aktrimin. Ai jetoi pa buj, por karriera e tij foli më shumë se çdo fjalim falënderimi në ceremonitë e çmimeve. Më 7 shkurt të vitit 2019, Albert Finney u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare pas një betejë me kancerin. Ai nuk la pas vetëm një trashëgimi filmash të jashtëzakonshëm, por edhe një filozofi të veçantë për jetën dhe artin. Norman Joseph Wisdom lindi më 4 shkurt 1915, vdiq më 4 tetor 2010. Ishte një aktor, komedian, muzikant dhe këngëtar anglez, më i njohur për një seri filmash komedi të prodhuara midis 1953 dhe 1966, që shfaqin një personazh të pafat në ekran, shpesh i quajtur Norman Pitkin. Ati u dha çmimi BAFTA i vitit 1953 për të sapoardhurin më premtues në rolet kryesore të filmit pas publikimit The Trouble in Store, filmi i tij i parë në një rol kryesor. Wisdom fitoi status të famshëm në vende të largëta si Amerika e Jugut, Irani dhe shumë vende të bllokut lindor, veçanërisht në Shqipëri, ku filmat e tij ishin të vetmit me aktor perëndimor të lejuar të shfaqeshin nga diktatori Enver Hoxha. Charlie Chaplin dikur i referua Wisdom si kloni i tij i preferuar. Wisdom më vonë krijoi një karrierë në Broadway në New York City dhe si aktor televiziv, duke fituar vlerësimin e kritikëve për rolin e tij dramatik të një pacienti që po vdiste me kancer në shfaqjen televizive Going Gently në 1981. Ai bëri turne në Australi dhe Afrikën e Jugut. Pas fatkeqësisë së Çernobilit të vitit 1986, një bujtin u emërua në nder të tij. Në vitin 1995, ati ju dha liria qytetit të Londrës dhe e Tiranës. Në të njëjtin vit, ai u emërua Obe dhe u shpall kalorës 5 vjet më vonë. Familja jetonte në 91 Fernand Road, Maida Vale, Londër W9, ku flinin në një dhomë. Ai dhe vëllai i tij u rritën në varfëri ekstreme dhe u goditën shpesh nga babai i tyre, i cili i merrte dhe i hidhte në përdhomë. Pas një periudhe në një shtëpi fëmijësh në Dale, Kent, Wisdom iku kur ishte 11 vjeç,
kur u kthye për të bërë një djalë porosie në një dyqan ushqimor pasi la shkollën në moshën 13 vjeç. Pasi u dëbua nga shtëpia nga babai i tij, ajo bëi pastre dhe fjeti ashpër në Londër. Në 1929 ai eci sipas llogarisë së tij në Cardiff, Wales, ku u bë një djalë kabine në marinën tregtare. Më vonë ai punoi gjithashtu si kamarier dhe faqe në hotele ku ofroheshin dhoma dhe stre për stafin. Në 6 muajt para vdekjes së tij, Wisdom pësoi një sër goditjesh, duke shkaktuar një rënje në shëndetin e tij fizik dhe mendor. Ai vdiq më 4 tetor 2010 në shtëpinë e të moshuarve Apostov në Isle of Man, në moshën 95 vjeçare. Funerali i tij u bë më 22 tetor 2010 në Douglas, Isle of Man, dhe i gjithë ishulli ishte i ftuar. Kapela e tij prej pëlhure e markës tregtare u vendos në arkivolin e kishës. Funerali u ndoq nga një numër i madh personalitetesh të biznesit, të show biznesit, dhe me kërkesë të Wisdom, Moira Anderson këndoi Who Can I Turn To, e cila u organizua posaçërisht për këtë rast nga Gordon Cree. Në vitin 2007, një bar me temë Norman Wisdom u hap në hotelin Selfon, Douglas, i quajtur Sir Normans. Ka fotografi nga filmat e tij të shumtë në mure dhe ekrane televizive, duke luajtur disa klipe të filmave të tij të vjetër. Statueja për bronci e Wisdom, e cila dikur ishte në një stol jashtë Douglas Town Hall, është zhvendosur në shkallët që të çojnë në barin e hotelit në shëtitoren Harris. Wisdom u shfaq në serinë e BBC Radio 4 Deserts Island Dix në gusht 2000. Nga 8 këngët që ai zgjodhi, 4 u interpretuan nga vetë Wisdom, përfshirë të preferuarën e tij Mos qesh me mua, sepse un jam budalla, ndërsa i pesti ishte një duet në Josie Grenfell. Në vitin 2015, Wisdom of All, një shfaqje e re për një njeri bazuar në jetën e Norman Wisdom, u hap në teatrin Capitol, Horsham. Në vitin e 100 vjetorit të Wisdom, më 17 shtator, një turne në Mbretërinë e Bashkuar filloi në teatrin John Arnold të Guildford në 2016 dhe vazhdon në 2018. Në rubrikën Kuriozitete sot do të flasim për vendin pa lumenj, por me sasi të mëdha ujë të fshehur. Kur mendojmë për një vend, zakonisht e lidhim me lumenj, liçene dhe burime natyrore uji, por Arabia Saudite, një nga shtetet më të mëdha në botë, sfidon këtë koncept pasi nuk ka asnjë lum të përhershëm. Një sipërfaqe prej mbi 2.1 milion kilometra shkatror, që është pothuajse sa e gjithë Europa perëndimore, nuk rrjedh asnjë lum natyror gjatë gjithë vitit. Arabia Saudite shtrihet në zemër të gatishullit arabik, i cili përbëhet kryesisht nga shkretëtira të gjera, si Rub al Khali, një nga vendet më të thata dhe të pabanuara në tokë. Moti është skajshmërisht i thatë, me temperatura që gjatë verës mund të arrijnë deri në 55 gradë Celsius, ndërsa rreshtit e shiut janë jashtëzakonisht të pakta dhe të parregullta. Në mungesë të rreshtive të bollshme, nuk ka burime të mjaftueshme për të mbajtur lumenj të përhershëm, ndryshe nga vendet e tjera që kanë shirat musonik apo rrjedhat nga kunajat. Kjo ka bërë që vendi të mbështetet në forma të tjera të furnizimit me ujë. Disa prej tyre janë uji nëntoksor i lashtë, thellë në shkretëtir ndodhen rezerva gjigante të ujit të ëmbël të mbetura nga epokat e lashta, kur gatishulli arabik ishte më i lagështi. Ky ujë nxirret përmes puseve të thella dhe përdoret për bujqësi dhe furnizim të qyteteve. Uadi apo lumenjt e përkohshëm. Arabia Saudite ka shumë uadi ose shtretër të tharë të lumenjve, të cilët mbushen vetëm gjatë shirave të rrëmbyer. Megjithatë, ky ujë shpesh duket shpejt për shkak të avullimit dhe përthithjesh nga toka. Desalinizimi, kthimi i ujit të detit në ujë të pishëm. Arabia Saudite është prodhuesi më i madh në botë i ujit të desalinizuar, duke përdorur teknologji të avancuar për të shndruar ujin e kripur të gjurit persik dhe detit të kuq në ujë të pishëm. Dhe së fundmi, mbledhja e ujit të shiut dhe rezervuaret artificial. Qeveria Saudite ka ndërtuar sisteme të mëdha për të mbledhur ujin nga rreshjet dhe për ta ruajtur për përdorim të mëvonshëm. Si ka ndikuar ky realitet jetën dhe historinë e Arabisë Saudite? Mungesa e lumenjve ka ndikuar në mënyrë dramatike në zhvillimin historik dhe kulturor të vendit. Qytetet e para u krijuan rreth burimeve natyrore të ujit si Meka dhe Medina. Nomadët beduin lëvizin vazhdimisht në kërkim të burimeve të ujit, duke formuar një kulturë të bazuar në mbijetesë dhe përshtatje me kushte ekstreme. Ekonomia është ndikuar nga nevoja për ujë, me investime të mëdha në teknologji për menaxhimin e burimeve natyrore.
shkencëtarët kanë shpikur një pajisje e cila konverton sinjalet Wi-Fi në elektricitet për të mbajtur në punë aparatura pa patur nevojë për bateri. Antenat të njohura si Reteknas konvertojnë valët AC në voltazh që është i dobishëm për elektronikën. Një lloj i ri antene kap valët Wi-Fi i cili mbërthen ato dhe i konverton në energji të Wi-Fi duke përdorur gjysmëpërcjellësin. Profesori Tomas Palacios, i cili është njëri nga autorët e këtij hulumtimi shkencor, është shprehur se ne kemi gjetur një mënyrë të re për t'i përmbushur sistemet elektrike në të ardhmen dhe kjo mënyrë është nëpërmjet shfrytëzimit të valëve të internetit, me qëllim që t'i integrojmë ato në zona të mëdha dhe ta sjellim inteligjencën tek secili objekt që na rrethon. Ekipi i hulumtuesve beson se zbulimi i ri mund të përdoret për mbushjen e shumë pajisjeve elektrike, përfshirë pajisjet mjekësore, të cilat mund të përdoren për të informuar mjekët. Bazuar në atë që thonë autorët e këtij studimi, ka mundësi që shumë shpejt t'i zhduken baterit nga jeta jonë, shkruan Uniland. Sidoqoftë, puna në këtë drejtim është vetëm në fillimet e saj dhe shpresohet që në të ardhmen të fitojmë në këtë mënyrë një tjetër burim energjie. Plutoni është një planet xhuxh në rripin Kupler, një unas trupash përtej orbitës së Neptunit. Është objekti i 9 më i madh dhe i 10 më i madh i njohur që rrotullohet drejt për drejt rreth Diellit. Është objekti më i madh i njohur trans-Neptun për nga vëllimi, me një diferencë të vogël, por është pak më pak masiv si Eris. Ashtu si objektet e tjera të rripit Kupler, Plutoni është bërë kryesisht nga akulli dhe shkëmbi dhe është shumë më i vogël se planetet e brendshëm. Krahasuar me hënën e Tokës, Plutoni ka vetëm 1/6 e masës dhe 1/3 e vëllimit të saj. Plutoni ka një orbit mesatërisht të çuditshme dhe të prirur që varion nga 30 në 49 njësi astronomike, 4.5 deri në 7.3 miliard kilometra, 2.8 deri në 4.6 miliard milje nga Dielli. Dritës nga Dielli i duhen 5.5 orë për të arritur Plutonin në distancën e tij mesatare, 39.5 AU, 5.91 miliard kilometra. Orbita çuditshme e Plutonit e afron periodikisht më afër Diellit se sa Neptuni, por një rezonancë e qëndrueshme orbitare i pengon ata të përplasen. Plutoni ka 5 hëna të njohura: Charon, më i madhi, diametri të cilit është pak më shumë se gjysma e tij të Plutonit, Styx, Nix, Kerberos dhe Hydra. Plutoni dhe Charoni nganjëherë konsiderohen si një sistem binar sepse bariqendra e orbitave të tyre nuk shtrihet brenda asnjëri trup dhe ato janë të bllokuara në mënyrë të baticës. Misioni New Horizons ishte anija e parë kozmike që viziton Plutonin dhe hënat e tij, duke bërë një fluturim pranë më 14 korrik 2015 dhe duke marrë matje dhe vëzhgime të detajuara. Plutoni u zbulua në vitin 1930, objekti i parë në brezin Kupler. Ai u përshëndet menjëherë si planeti i 9, por statusi i tij planetar u vu në dyshim kur u zbulua se ishte shumë më i vogël se sa pritej. Këto dyshime u shtuan pas zbulimit të objekteve shtesë në rripin Kupler, duke filluar në vitet 1990 dhe veçanërisht objektit më masiv të disjeve të shpërndara Eris në 2005. Në vitin 2006, Unioni Ndërkombëtar Astronomik ripërcaktoi zyrtarisht termin planet për të përjashtuar planetet xhuxh si për shembull Plutoni. Megjithatë, shumë astronom planetar vazhdojnë të konsiderojnë Plutonin dhe planetet të tjerë xhuxh si planet. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu her pas here të dendura kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball.
Indeksi ultraviolet për Tiranën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 13 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 17 gradë Celsius. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori I Kosovës për datën 7 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shpeshta të shiut. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja vijon me mot të vrenjtur dhe rreshje lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 shkurt 2026 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 3 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 12 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër në portën 1 orë. Deri atëherë, mirë të kafshim.